Muhamedi alayhi salatu wassalam për bamirësin thot kështu: bujari apo bamirësi është afër njerëzve, është afër Zotit xhaleshanuhu, afër xhennetit dhe larg xhehenemit. Dhe mba mend 4 gjëra. Bujari është afër njerëzve, nga se njerëzit e duan. Është afër Allahu xhaleshanuhu, nga se Allahu i ka dhënë dhe dëshiron prej tij që ai të shpenzojë për hir të Zotit. Është afër xhennetit dhe është shumë larg xhehenemit. Dërsa më vonë pejgamberi alayhi salam thot, ndërsa kopraci është larg njerëzve, njerëzit nuk e duan, larg zemrave të njerëzve, larg Zotit xhaleshanuhu, larg xhennetit edhe afër xhehenemit. Zoti na ruaj nga